Selam aleikum me mimrama, të dashur të nderuar shikues e dëgjues të rregull të rrëtëve pendimit dhe mirë se takohemi edhe këtë të diel në emisionin tonë javor Drita e së vërtetës. Si çdo diel, me Hoxha Mehmet Musliu, por në mungesë të tij ne kemi kolegë e hoxhallar të dashur e të nderuar që selon bash odën e madhe të rrëtëve pendimit me udhëzimet, me këshillat e tyre, me urtësitë e tyre dhe kështu na bëjnë që nga ato errësira të shumta ne të gjejmë dritë tek fjalët motivuese që ata i sjellin tek ne, qofshin ato kuranore, qofshin hadithe, më rëndësishme është që të jenë me ne çdo diel. Unë kam sonte ndjerën dhe në kanësim që para jush ta paraqes Hoxhën e dashur dhe të nderuar për gjithë ne Hoxhën dhe profesorin e nderuar Muhamet Dormoku. Selam aleikum vazhdoj mirë se na erdhe. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Se kemi temë kone zgjedhje, po sot ko zgjedhjes pak në ovanove, ndoshta komunikacioni ka bërë vetën. Po sigurisht. E bonit vetën, a? Dhe isha edhe unë pak i angazhuar me obligimin qytetar. Po sigurisht. Në katonarin na vesh votu më nësi, jo, unë e kreva obligimin katonar më nësi. Më rëndësi po. Me kry. Problematik, jo e vogël Hoxhë nderuam, jeta bashkëtorë në Islam me theks shkurorëzimet e kohëve të fundit. Kogja shqetësim, kogja problematik, si parashe, kur ishe, kur i ndalën dhe si është rregulluar kjo pjesë në Islam. Fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Është vërtet që shkurorëzimi është temë që diskutohet edhe në Islam. Mund t'ju duket njerëzve se Islami është më tepër për të tregu se si adhurohet Zoti, se si mendohet, besohet bota tjetër, ringjallja ahireti, por përkundrazi, Allahu xhalla xhelaluhu fenë e tij e ka bërë që të jetë fe e përditshmërisë, fe e jetës, fe e zhvillimit dhe fe e dynjas dhe e ahiretit. Pra ne me programin e tij, me fjalën e tij, me Kur'anin e tij na mëson edhe për gjëra shumë të imta të jetës. E natyrshëm që martesa nuk është gjë e imtë e jetës, pra Kurani i vështron shumë vëmendje kësaj çështje. Madje këtë që e përmend dhe keni menduar që ta trajtojmë sonte së bashku me ju si temë zë shumë vend në Kur'an, ka shumë ajete të Kur'anit që flasin për shkurorëzimin. Sa që po të mblidhen së bashku, ajetet për kurorëzimin janë më pak, ajetet për shkurorëzimin janë më shumë. Madje me shumë detaje dhe me shumë gjëra të tjera. Duke ditë që shkurorëzimi është edhe akt fetar. Si kurorëzimi, por do ta kishim thënë pra që të shkurorëzimi njerëzit e mendojnë se është thjesht një kaputje kontratës dhe aq. Është akt fetar dhe me këtë që po dua ta them është akt fetar, i bie se nuk është shumë rëndësi ku jeti me procedurë, ku je me letra. Shkurorëzimi mund të ta bëj gruan tënde të ndaluar, edhe nëse ti ke pëshpërit vetë me vete. Se mos lasim pra zëshëm, mos lasim kur ja shqipton disa fjalë. Përderisa shkurorëzimi tek ligji është akt normativ në kuptimin që ka ndjekje të procedurave gjatë me letra. Dhe nëse ti për shembull nuk je me dokumente, me letra i shkurorëzuar, ti mund të ketë qenë i prishur me gruan tënde disa herë, dhe ajo të ketë shkuar tek familja vet disa herë dhe të jetë kthyer tek ti. Dhe ndoshta ti veç ke përfunduar që disa vite më ajo nuk është te ti, por për faktin që nuk i ke përfill procedurat ligjore, respektivisht nuk e shku tash sipas ligjit të ri në gjykat për ta bërë ndarjen, shkurorëzimin, atëherë ti vazhdon të konsiderohesh i kurorëzuar. Me fjalë tjera, nëse ti vendos të bashkohesh, nuk duhet kontratë e re, nuk duhet procedurë e re, nuk duhet asgjë e re. Në fenë tonë e kundërta është nëse ti ke të kaluar masa të caktuara, numër të caktuar të shkurorëzimeve, atëherë ajo grua edhe po të doje ti, nuk është e lejuar që ti të martohesh me të. Madje ka raste kur ajo është përfundimisht grua jo e jotja dhe kurrnjëherë më nuk do të jetë përposi ish grua. Ka raste kur ajo mund të rikthehet, por mund të rikthehet pas ndonjë martesi tjetër. Dikun po që janë raste tepër të ralla, dhe ka raste që mund ta rikthesh akoma
gjithashtu je në periudhë të afërt të shkurëzimit, me fjalë tjera, shkurëzimin Islami e njeh. E tash, është shkurëzimi si nocion pozitiv apo negativ? Këtë pyetje e bëjmë shpesh me njerëzit kur komunikojmë për çështje të kësaj teme. Natyrshëm pra bëhet fjalë tek dukuritë negative. Shkurëzimi pra nuk bën pjesë tek namazi, tek zakati, tek agjerimi, tek sjellja mirë me prindrit, tek sjellja mirë me fëmijët, tek dhikri, tek leximi i Kuranit, tek umreja, tek bamirësia e gjërat e tjera. Pra shkurëzimin nuk e kemi këndej. Martesën e kemi këndej. Shkurëzimin e kemi tek alkooli, tek pigjozi, tek dukurit negative dhe konsiderohet si term negativ. E tash është çdo herë i urryr dhe i papëlqyer shkurëzimi. Kjo është ajo çështja, pra ne duhet ta përmendim këtu një thënie të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, për cilën nga aspekti i transmetimit ka fjalë, por nëse i shohim argumente përgjithshme të Kuranit dhe të Sunetit, e shohim se përmbajtja është shumë e saktë, thotë abghadul halali ila Allahi talaq. Zoti i madhreshëm, gjithçka që ka leju e ka të durueshme, por një halal që është i lejuar të ndodh, e që është më i urryer te Allahu, është shkurërzimi. Pra ka gjëra që Zoti për hatër të njerëzve, për hatër të nevojave të tyre në jetë i ka lejuar, por që nuk i do. Kështu i bie. Kur thotë kjo është më i urryer, i bie se ka të tjerë të urryer. Pra kjo është më i urryer, abghadul halali ila Allahi talaq. Ndoshta për shkak të vetë tekstit dhe përmbajtjes mund të konsiderohet ky hadith me disa vërejtje, por megjithatë thash përmbajtja thuaj se është e tillë, sepse Allahu xhalla xhelaluhu në çdo formë mundohet që ne ta riparojmë martesën dhe të mos e vendosim përfundimisht ndarjen. Por ndonjëherë shkurëzimi mund të jetë edhe jetë. Zgjidhje. Mund të jetë zgjidhje. Para se me ardhë të shkurëzime me letrat që po mund kanë të zgjasin me muaj me vite procedurat, dhe ne po mund të kompenzojmë lidhje bashkëtorë haram. Domthon këtë ky mesi me letra po dallon te kjo pjesa jon fetare tek përshpëritja, hoç që bëni përshtypje, si vjen deri tek shkurëzimi me përshpëritje që ndoshta neve na duket jo i tillë, na duket absurd, duket të thjesht, por ka vende rol transition në Islam. Po. Madje jo vetëm përshpëritja, edhe biseda me shaka, edhe biseda me humor. Nëse përmban fjalë të shkurëzimit, fatkeqësisht ato fjalë konsiderohen të vërteta, të sakta dhe serioze. Thalathun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jadd, thotë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Tri gjëra, serioziteti në të është seriozitet dhe humori në të është seriozitet. Dhe humori në të është seriozitet. Dhe të trijat janë të një fushë. Martesa, shkurërzimi, ndarja dhe rikthimi i gruas së shkurërzuar. Mund të thuhet për shembull për shitblerin, po ta shes veturën, po më shet. Edhe kuptojmë klimën që edhe unë ma hiqsha me ty edhe ti me mua, ose kim pas për ta vënë në siklet dikët të drejtën, në ngusë në i fëmijë, po, se që e babi, do me shit kjerën, për shembull. Ati i pëlqen. Edhe, ose i pëlqen, ose i mërzitet, pra, dojmë me bo këtë provokim. Kjo i bie se është normal, edhe nuk konsiderohet pazar i kryer. Pra, unë të kam thënë, pra, mirë, mi jep ti mu, 5.000 euro, ja, Chelsea, kërri është i joti dhe e bëjmë atë qefin tonë. Martesa të të nivel. Martesa nuk është shtu. Nëse unë të them, ta jep vajzën, nëse ta jep atë që unë kam në udhëheqje, pra dhe varet për i fjales time, martesa saj, pra qoftë ajo vajza, qoftë motra, qoftë dikush tjetër, i bie se ky është shkurërzim. Këtu nuk bën të bëjmë shaka me këto tema. Dhe anas jetës, nëse gruas tënde i thua se nuk di, më duket se boll kemi jetuar dhe ti më nuk je bashkëshorte ime, po.
pavarësisht të klimës dhe ti thuash po unë nuk isha as në afekt, ishim duke pi çaj, ishte humor tërësisht, pra nuk bën të hyjet fare në këto tema. Dikujt mund t'i duket pse është kaq rigoroze kjo zonë Kjo rregull, e bisedimeve. Zona sigurisë. Zonë sigurisë, pra është kjo. Pikërisht. Më mirë është mos futemi fare në këtë temë, se sa në humor të vazhdojmë edhe nëse përfundon në humor. Dhe e ke pa shpitin. Shumë shok prishen në muhabete të lira. Basha. Shumë shok Ty prishen. kesh. Tu kesh. Ty Tu pi kesh. kafe, tu bëj hajgare. Ja thot atë hajgaren që mund të ta vran dërgjegjen e tjetrit. Ti mund të thuash se pata unë për këtë, e pata për këtë. Megjithatë, ai ndoshta plaga e tij është e hapur, saqë ti vetëm pak gërvishje, ajo kullon gjak. Kullon gjak. Dhe kjo mund ndodh shpesh që tek njerëzit gruaja nuk duhet të jetë në këto ethe të jetesës. Kur fillon pra të bisedohet për mos më trishtu që ty po me të çetika. Dije se aty ka çështje serioze. E njëjtë është pra nëse gruaja është të shkurorzuar, pra edhe po duat të kthej, po i bipi shpanë tjera, ti mund të jesh plot humor në vetvete, por kjo është e vërtetë. Sheriati jon i konsideron të vërtetë këtu. A ka shkurorzim nga ana e gruas një dërë? Edhe kur ka? Në parim themi nuk ka. Nuk ka. Në parim nuk ka. Dhe kjo duket ndoshta sipas konceptit islam që bën një diskriminim ndaj femrës. Që kemi parë duket, por po. Pastaj del që e ruan martesën. E ruan martesën për arsye se thash kjo çështje edhe me humor nuk bën bëhet. As pranës grus. Është fjalë shkurorzimi. Shkurorzimi. Po ta kishte gruaja këtë të drejtë, ajo jo humorin, po seriozitetin e konsumon për shkak të nervozës. Gruaja është emocionale. Na kishin lshu për çdo ditë shumë herë po thuan. Shumë shpesh kishte ndodhur. Për shkak se jo që unë po them, jo që po Zoti i Madhreshëm që ka kriju njerëzit të gjithë dhe se çfarë ka kriju, ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir, Allahu e di mirë se çka ka kriju dhe është edhe i butë i qetë lartpams, por edhe është i informuar hollësisht. Dhe ai e di se kush janë burrat, kush janë gratë. Aw man yansha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Ka përmendur për gratë, për femrat, me lajket që i përshruan Allahut më parë njerëzit se janë bija të Zotit. Allahu tha, po si më përshruajnë aso që janë të ndërtuara në dekor dhe në armiqësi janë shumë të pa skrupullta. Pra një grua nëse të do çmendurisht, nëse të urren çmendurisht. Dy skajet ndryshme, dy ekstreme. Për këtë arsye dhe nuk sa do të flasim për drejtat barabarta, nuk e pa ushtri që në ndonjë shtet e ka lënë që të jetë generale e përgjithshme një presidente ose një komandante e një komandante supreme. Po s'mund të jetë e forcave të armatosura të atij shtetit. Marrin vendime të ngutura, të nxituara etj. Dhe këto nuk po flasim ne kundër femrës. Luftë s'ka më falë, as më kthye masat pson pastaj. Pson një gisht i ndryllun ose një urdhër i dhënë gabimisht, mund t'i kushtoj një popull, një kombi me gjeneratën të tëre. Me fjalë tjera, gjendja emocionale e tyre nuk është e keqe. Po të mos e kishin këtë gjendje, ato kur nuk do të lindin fëmijët. Hajtë tash të analizojmë të kundërtën. Ti e tha, po të ishte shkurorzim në dorë të grave na kishin lshu për ditë. Po. Hajtë ta themi kështu, po të ishte lindja në dorën e burrave, kur do të kishe lindë? Kur ndoshta. Kur thuhesh lirë. Me këto detyra që i ke, ti nuk je ai që me thonë mjeku 9 muaj duhet të rrish shtrit ratë, të pezullosh çdo aktivitet tjetër për shkak të një lidhje. Gratë e bëjnë. Po dhe nëse e bën këtë, mund del ndonjë burr thot po, do ta bëj. 9 muaj zile se janë. Jo, more një gur me lidh në bark 9 muaj është. Po vështirë është. 3 kg se lemo. Këtë po themi. Po ta kishe diçka që lëviz pastaj në bark tënd. Cilat biseda ti të harreshme do t'i bëje. Pra gruaja që
një gjallës, që në një rast tjetër po të ishte diçka që në trupin e saj i lëviz, një mit, një bubores, është trishtuese dhe ajo atë gjallësën e ka brenda lëkurës tashmë. E ka brenda në stomakun e saj, në mitën e saj. Dhe është plot krenari për ditët që e presin të lindjes e që mashkulli ndoshta se ka të ndjenja, gjësejs. Mund ta bart gurrin me 100 kg në shpinë, por jo 2 kg në bark. Është një dëshëri, është e kinë parë me dëshëri që pa heq dëshërët njeri. Edhe kjo është pastaj gjithënja. Këtë e kemi provu, hajde shtatzanien është hipotetike. Po këtë dytën që po duhet të them, këtë e kam provu unë personalisht. Pse mua më zinte gjumi kur çante fëmia, nuk e dëgjoja zërin kur çante, a nëna e tij e tyre vazhdimisht zgjut me te, ose e dëgjonte e para zërin. Një varlles i fortë, ha? Jashtëzakonshëm. E kjo është ajo mëshira që dhe e përsia nënës mbi babën që e bashkuni dërguari sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra, duhet të them se në çështjen e divorcit nuk duhet ndihet femra e diskriminuar, por kjo nuk nënkupton që një burr mund të abuzojë me drejtën e saj. Ne i themi pra, nëse gruaja i thot burrit si e burri imi, nuk çon pesh. Këtu nuk është ai akti fetar që përmenda te rasti i mashkullit. Përndryshe, nëse gruaja ka iniciativë për shkurrëzim, për shkak se burri nuk i kryen detyrat ndaj saj, mirë po ai nuk do t'ia jap këtë shkurrëzim, atëherë ka rrugë dhe metoda cilat ndjeken dhe e fiton edhe gruaja këtë, mund ta inicoj, vetëm duhet të ketë arsye. Domthonë, mungesa detyrave, mungesa e të drejtave, detyrave sa që burri i jep ka dhe më shumë se ka shpo. Fillimisht mungesa e kohës, mungesa e shpresës së dashurisë, gjumit me të tjera, pra janë faktorë që zona fizike, po s'kasim tash për këto vetëm për mungesë e patëm. Kur dalin në të kundërtën, pra që nuk i ka mungesë, po i ka shtesa, e që janë negative, pra sikur që e përmend dhunën fizike, dhunën psiqike, maltretime të ndryshme, edhe nëse burri për shembull është më i miri i mundshëm në mirëqenien sociale dhe në obligimet financiare ndaj gruas, por në çdo moment i thot ja zë frymish, siç themi. Ja zë kryt, mos më lën. Unë të kam ushqy, po ti ke qenë e varfër, po dhe kur jartë unë ti nuk e di çfarë është. Si ngi kur tjera. Me fjalë tjera, kjo është presion psiqik që një grua e ndërgjeshme, edhe nëse ka qenë nga rastin po sociale. Një poshtrim i rënd kemi u bë. Po nuk e duron këtë. Dhe e mund të kërkoj nesër të divorcohet për personin e tillë. Pastaj mungesa e gjatë. Burri shkon në gërbet, jo 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj. Ka të drejtë gruaja që nëse ka kalu një periudhë kohore të kërkojë ndarje. Edhe nëse është burri mirë, nëse është i moralshëm, edhe nëse, por mungesa kohore i krijon të drejtë asaj të ndatë. Pastaj në gjëra të tilla mund të konsiderohen edhe do aspekte që janë shumë humane, ose që gratë konsiderojnë shumë e pandershme që të kërkohet divorci, por Islami e njeh këtë. Ai mund të mos e shfrytëzoj këtë drejtë, por e njeh. Për shembull se burri burgoset për një arsye tjetër. Edhe nëse është burgosje e ndershme, po quhet. Ka burgosje ndershme? Për çështja detare, dikur ka pas. Ka pas që mund të jetë për njëri, për çështje patriotike, për çështje pra, megjithatë është mungesë. Njeri, pra, jo pse ka qenë kriminal, po ka marrë ka mbrojtur drejtën e tij, hakun e tij. Ka marrë 10 vite, domethënë gjykim për burgim. Dhe 10 vite do të konsiderohet që kjo grua do të jetë pa burr. Pra, është e drejtë e saj që të kërkojë ndarje. Këtë po dua të them. Pa u kon marrë hiç. Pa u kon marrë, pa u ndjek keq. Burrneshët e kanë pritë, dim. Raste të tilla, po mirë, po edhe gjithherë kur thuhet burrneshat, burrnia kërkon burrni. Po kur ta prish dhe kanë pritë pra. Ndershëm, tamam. Patjetër. Si pritet burra. Në pika shkurtë hoq, na tregon pak për procedurat që duhet të ndjek shkurrëzimi te pjesa fetare mashkulli prej femrës, e përmendëm, femra për mashkull, po çka duhet, cilat janë hapa që duhet të ndërmarrë nëse vim deri tek ajo pikë, si bëhet nisma prej të dy palëve? Fillimisht shkurrëzimi do duhet të ishte nga bindja.
Të mos jetë diçka e momentit, të mos jetë afektive, si zënk e momentit, si përlamje e momentit dhe ajo të shpërthej në fjalët e fundit që pse unë të jetoj me ty, çfarë çmendurie është që unë të vazhdoj me ty etj etj. Gruaja duhet të jetë ajo që ti e bind që jeta me të është ferr. Se unë për këtë e përmenda edhe më parë, që ndonjëherë martesa mund të jetë aq e ngarkuar sa shkurërzimi është jetesë, është frymëmarrje. Ka plot prej burrave dhe grave që me rastin e martesës kanë aq shumë ngulfatje në jetë sa nuk mundesh me imagjinu sa e rëndë është jeta e tyre. Kalojnë në depresion. Pse depresion? Se depresion është se kur ti nuk ke rrugdalje tjetër. Se duroj për të normalës ndoshta. Ti ke dhunë, është e padurueshme, e padëshirueshme, ama në anën tjetër nuk ke rrugdalje. Dhe njerëzit pastaj hahen në vete, siç e themi. Çfarëdo që të jenë termet në psikologji, pra, është anktha, është depresion apo gjëra të tjera, ajo grua mund të jetoj mirë vetëm në ditën kur e di se nuk është bashkëtor tek këtij burri. Dhe ana sjellës. Ka një burrë që në martesa ka gabime. Në martesa ka edhe ndryshime të mopasajshme. Ti ke marrë gruan më të mirë të mundshme, qysh tu ka përshuar, ashtu ka dalë. Qysh të kanë thënë për të se është kaq e zonja, kaq e vyshme, kaq e dishme, kaq mikrice, gjithë ato kanë dalë, por në ndërkohë ndryshon ajo. Pra, nuk është turp pra të thuhet se pse jetuan 10 vite dhe më pas u ndan. Jetuan 10 vite sepse ajo e tillë ishte 10 vite, por e ndryshoi karakterin. Dhe këtu duhet të kemi shumë kujdes pra te gratë që kanë ndonjë ndryshim jetë. Për shembull, që sot na bën vaki shumë të dëgjojmë me rastin e punësimit të gruas fillon ndryshimi edhe i karakterit të saj. Fillon ta me uni pak. Me uni pak, pra. Fillon ta trajtoj burrin pak si në kofsh mirë, po edhe mos kofsh muj edhe pa ty. Muj edhe pa ty. E kjo muj edhe pa ty i ka kriju domethënë komoditet disa grave, të cilat po i bie se martesën nuk e pas kanë çmuar si një bashkim i vlerave të burrit me të gruas dhe vazhdim të jetës, pra komponim. Se burri çdo nivel, çdo standarde, po. E gruaja është grua dhe ata kurrë nuk mund të prodhojnë asgjë vetëm. Vetëm kur bëhen bashk, ata japin efekt dhe krijojnë familje. Në këtë rast sikur duket që kjo grua e ka konceptuar ndryshe çështjen dhe mendon se martesa për të ka qenë një farë strehimi. Në momentin kur unë e gjej një mundësi tjetër të strehimit, atëherë unë edhe e verifikoj edhe njëherë çështjen. E shqyrtoj edhe njëherë vendimin tim të para 5 apo 10 viteve martesë se a ishte ti më i duhuri apo është tash dikush tjetër. Në atë shumë, ne tash duhet kërkoj falje për shembull që e marr, po është sikur çështja e shtëpisë apo veturës. Nëse ti je në treg për të ble, zëri ke me gjetë atë që përshtatet më shumë ti. S'ta mbush synin me thonë kjo është më e mira. Ja është shumë e shtrejtë, ja është e mirë për shumë kilometra, ja pra po flas për veturën, këtë rast ose shtëpia është e mirë por nuk është në lagjen e duhur ose lagja është e duhur. Po këshilës është i mirë. Këshilës është i mirë etj. Se këshilja tash është shpinë shtrejtë. E vërtetë, shumë faktorë mund ndikojnë. E tash shumë njerëz janë që me atë këshillë keq jeton dhe nuk e heton, por nuk mendon për me shit shtëpinë. Mendon qysh me e urtu këshillë, por jo me shit shtëpinë. Na shkojmë me e riparu veturën te mjeshtri. Madje e provojmë te mjeshtri i dytë. Kur ai pari na thotë se unë nuk mendoj që kjo ndreqet. Na prap gjejmë të një zgjidhje, ndonjë alternativë dhe e çojmë edhe ku me di sa larg vetëm me e riparu veturën time. Madje disa vinë edhe na mësojnë edhe kështu, nuk ke llogari, të fusësh kaq para në veturën tonë kaq më të vjetër, po ndroje shete respektivisht. Dhe ndoshta matematikisht është ashtu, po un kam tash një emocion për të. Pra un e di se vetura është tazon e vlerës 10.000 euro,
riparimi i saj po më kushton 13.000 euro dhe unë prapë e di që ajo në treg nesër nuk do të shitet 13.000, prapë do të shitet 10.000. Unë prapë do të njërë në humbje me ato 3.000 euro që investoj, por investoj në veturën time. Pra mos më kalkulo, mos më mas kështu, mos më bëj këso për llogaritje që unë nuk dua t'i fus në jetën time si tilla. Andaj, edhe çështja e bashkëshortës duhet të jetë më e çmueshme. As po ndjekin po thuk të hapën, mi shtjerë riparimet krejt. Absolutisht. Derisa vjen të ndrrimi, ja? Jo, absolutisht tek bashkëshortja pra nuk provon që ta gjej edhe një mundësi, edhe një bashkëbisedim me te. Pastaj bashkëbisedimi nuk po prodhon. Hajtë provojmë dikon prej familjarëve t'i fusim në mes. Një familjar i mençur nga mesi i saj, familjes saj, familjar i mençur nga mesi i yt. Do të thonë patjetër të jenë prindrit, ndoshta është vllai më, ai që është më i qeti, më dëshamiri për firmën në fundit më mirë në çështje të ndihshme, jo ai që vjen dhe emocionohet se unë motrën time nuk e lë. E mbroj me çdo kusht. Qoftë edhe gabim. Nuk po kërko ta mbrosh për ta marrë prej shtëpisë së burrit, po kërko ta mbrosh që t'ja mbrosh martesën të motrës. Pra në këtë rast ndihmesa ndaj saj është ndryshe nga ajo që ti e percepton. Kësaj pra janë këta hapa tjerë. Pastaj të dilet të merren konsulta dhe sot kemi elhamdulillah mundësi të ndryshme tek hoxhallar që janë bukur të specializuar në këto fusha, tek sociolog të mirë felt, pra kudo që e ndin veten, ndonjëherë edhe ndonjë psikolog mund të ndihmoj, ndonjëherë po them, shpesh harja husin, në këso perceptime po se... Se të mos kur jenë femra, sa ato e verbresh gjenin femrore edhe... Problemi nuk është... Së parashikojnë, po ballafaqojnë me realitetin. Problemi shpesher nuk është mes bashkëshortëve që ka të bëjë me probleme psikologjike. Ato janë probleme reale, janë probleme të varfërisë, janë probleme të shtëpisë së vjetër, janë probleme të planeve për fëmijët, për planet për edukimin e fëmijëve. Këtu ndikon jo pak rrjethi fatkeqësisht. Patjetër. Atëherë këtu psikologu nuk ka shumë qasje. Këtu për shumë janë çështjet që janë sociologjike, matje të tjera që kanë të bëjnë me mentalitete, me përjardhje të familjeve të ndërsjella e tjera. Me fjalë tjera këtu pra ai duhet të kërkoj, ai çef duhet të kërkoj ndihmë. Edhe një herë tjetër dhe nëse shihet se janë shtjellë gjitha mundësitë, atëherë të vihet edhe te kjo që është pikë jo e dëshiruar te Allahu, por ty t'jep jetë dhe frym, po ndarja, divorci. Në mos i zgjidhje e tej fundit, e tej skashme. Para vdekjes kjo është. Para vdekjes. Hoxha më prezosë më shumë, jemi pak tek pjesa e pauzës. Ne po shkutim me pjesën e parë me lutjen që të kemi sa më pak ose fare raste që ka nevojë për shkruazim, por tek e fundit dy durmi kry thot populli. Gjithsesi është dukuri që fatkeqësisht në periudhën e fundit dhe në shoqërinë tonë ka ngritje. Shoqëritë sa më degeneruar kanë më shumë raste të divorcit, por nuk do të thonë vetëm këto. Mund të thuhet edhe kjo tjetra, sa më shumë liri që ka gruaja, aq më shumë divorce prodhohen. Për shkak se keq kuptimi tyre. Edhe keq kuptimi po dhe kështu, ta themi. Dikujt mund t'i duket, pra shembulli banal, po ta lëm ne në dëshirën e fëmijëve që të ndjekin shkollën. A ke qenë shumë në shkollë? Jo. Po thu jo. S'ka që i qenë? Ja, s'ka që i qenë. Ti punëtore e arsimit. Po. Po thu që jo. Tu nis për fëmijëve të mi? Edhe si fëmijë, edhe si nxënësa. Pra edhe nisim edhe prej kësaj, edhe vetë kur kemi qenë nxënësa. Jo, na kena pas një dal. Megjithatë. Ne kena pas një dal, kemi shku pak si prej nati. Me ta dhënë pak mundësinë me thonë apo dëni sot pauzë apo mësim, mirë pauzë. A dëni sot të edukat fizike më tepër apo pra nuk i lihet çështjet të madhore, nuk i lihen fëmijëve në dorë. E nuk po dua të them që këtu gruaja ose burri janë fëmijë. Po megjithatë sa më shumë liri që kanë, më shumë keq përdoren gjërat. Largoj policët, shihet ti çfarë bëhet në semaforë, në rrjete, largoj ti ata që mbikëqyrin ndërtimet, shihet ti pastaj se si do të mbeten rrugët. Me shumë inspektor, me shumë polic, me shumë eskavator të shtetit dhe kemi gjendje tepër të pakëndshme. Sepse megjithatë dikush ka marrë leje me letra që të prish drejtimin e rrugës.
sa bukur për shembull duken këto rrugët tjera që janë të sistemuara, që është bërë shpronësimi i tyre sa mirë, është dhënë leja për ndërtim mbi bazën e tokës dhe leximeve të ndryshme tjera, është dhënë edhe sa duhet jetë lartësia e saj dhe zhurma me një anë, mundësia e banimit në anën tjetër, vendbanimi dhe shkolla për fëmijët e shumë tjera, atëherë del një lagje e bukur. Të kundërtën, nesh në për fshatra për shembull. Se njerëzit shpesh largohen prej fshatrave se askush nuk ndërton me leje. Dhe rrjedhimisht po patëm hapësirë në fshatra, po i patëm oborët e mëdha, atëherë natyrisht që secili prej neve i ndërton shtëpitë, dritarët në mes të oborit vet i ka. Por jo rrallëherë paraqiten probleme të këtilla për shkak se unë duket po në temën jam, po në tonë dhe një po dritarja jote nuk është e jotja vetëm. Ajo është bëhet publike. Se cënon privatësinë time atje. Njëherë dikush tha mu konkretisht mu nuk më pengon ta nëse të kështu do të ishte pamja ose dritare thash, ndoshta ty nuk të pengoj, po ti mu më pengon. Se dritare është qëllë tim sheh mu. Dera është qëllë tim sheh mu. Pra është fjala nuk falenderoj për zemërgjërsinë tënde, po s'do të thonë që unë u shlirova tash se pengesa është e djanshme. Pengesa është e djanshme. Pra unë nuk dua edhe që të më pengosh ti mu, edhe unë ty. Me fjalë tjera, lirit sa më shumë që ekzistojnë, ka më tepër. E për këtë edhe të çështja e divorcit, do të kemi pak norma ma ndryshe. Liria, ajo që është esenciale në islamin tonë, që liria është maksimalisht e respektuar e djalit dhe vajzës që të përcaktohen për këtë martesë. Ata duhet të pyesin dhe mund të pyesin shumë persona për njëri tjetrin, për të pa se si dhe sa është e mundshme që ata të jetojnë bashkë. Në të kundërtën, nëse atyre nuk ja ka dhënë leximi i tyre ose i të afërmit tyre se ata kanë perspektivën të ardhmën tyre, mos martohen. Unë gjithë halli jon është që ata ndoshta po them, janë mashtruar ose i ka mashtruar dikush, ka përshkruar dikush që nuk ka ditë ose thjesht atë që përmenda kanë ndodhur ndryshime më vonë. Për shembull, për ndryshime më vonë po ta marr një shembull edhe si hoxh në këtë rast. Burri bëhet fetar, gruaja jo fetare. Këta në ditët e martesës asnjëri s'kan qenë fetar. Pra, natyrisht që tash ndryshojnë gjërat. Anasjeltas, gruaja është bërë shumë fetare, burri i thot mos më lodh fort. Me korrespondencë. Jo, nuk ja duron fen tash. Nuk ja duron fetarin. Mos e kundërshtoj, por po kemi pyetje shpesh. Për të tilla problematika. Po këto janë ndryshime. Unë prapë po them, ky ndryshim është sikur atë gruan e bukur që te ke zgjedh për shkak të bukurisë, e cila ka një aksident ose ka një sëmundje të lëkurës, që pikërisht atë bukurinë që te ke pa te ajo, dhe ajo ka qenë aduti kryesor i zgjedhjes tënde. Pra, ti sigur më thon, kur ja ke pa thënë të mëdhenj, më fal që po egzagjeroj kështu në shpjegim. Kur ja ke pa thënë të mëdhenj, nuk e prit që ajo i bën pitet e mira. S'mundet edhe me do. Jo s'mundet, e ke ditë këtë gjë. Kur e ke pa se është shumë e urbanizuar, e ke ditë që ajo s'di të fshijë oborrin. Kur e ke pa që ajo është rrit në një mes, në një rreth familjar, pa njerëz, pa të afërm, ti ke ditë që ajo nuk do t'i thot mirë se erdhe dajës tonë, miqës tonë nesër. Pra gjitha këto ti ke ditë, bukuria të kajosh, pikërisht ajo u humbi tash. Edhe shkoj martesa. Po shkoj martesa se tashmë për zojllëk të saj nuk ke pse ta mbash. Për afërsi, për ajo pamje që ishte shkoj. Shkoj, po, tamam. Dhe tash normal që kjo është ndryshim. Dhe mendoj se njerëzit pastaj kanë të drejtë, jo për faktin se dikush thot po mirë, aksidenti ku është humanitet në rregull. Unë të them, më mirë do të ishte me mbajtje atë. Amo për me mbajtje atë do burri prej teje. Për kushtet. Në kuptim, po duhet me ndrydh shpirtin tënd. Për ta respektuar atë, jo tash për të artin shtëpi, gjithmonë i demolum për shkak se aty del një njerëz që tashmë nuk e don. Dhe është tjetër, nëse nuk
ke mundësi të japësh dashni, ti fatkeqësisht jep urrëtie. Ti fatkeqësisht je antipati tash në shtëpi. Ti nuk je asnjëns. Ti nuk je në pozitën zero. Se ti pozicionohesh në të kundërtën tash. Dhe fundit mundesh edhe mu bo zullumçar. Ajo flet një fjalë ti thu mjaft më mbyllë. Po ajo ka mirë. A persona doron. Se ke vëmendje aty më. Se ke vëmendje se ti nuk e don fare. Pra thot populli edhe mjalp me qit për gojë ti tashmë nuk. Helm duket. Ufu. Edhe. Po, kësi soi pra. Edhe kjo është. Për fund të pyetje për pjesën e parë. Pjesën ku në popullin ton veç me bo edhe njerë me refleksion publik. Martesa pa pëlqimin e mashkullit të femrës nuk konsiderohet e lehtëshme, sepse në popullin të kemi pas martesa në djep, martesa në bark, martesa që po ta marrë edhe jemi kon rregull, domethënë kjo është traditë, jo që s'ka të bëjë me islam kurrë. Me salut të dies. Jo, mund të themi, edhe me islam mund të jetë. Martesa në djep nuk është që islami të jemi korrekt po flas, që e refuzon. Por gruaja, vajza, kur të rritet ka të drejtë të vazhdojë ose ta rikthejë veten. Okay. Po. Po duhet të them se ajo që është në mes të kanunit dhe të islamit është se nuk është që pa lejen e vajzës në çdo variant duhet të kryet martesa. Asesi. Unë mund ta kem kryer martesën kur ajo s'ka ditë, por kur të rritet e shërton. Pra dhe ka vendos ajo vetë për veten saj. Po mundet. Në fakt ajo nuk është që këto janë martesa në kuptimin se tash neve na del, po çu janë martuar ata. Na ngarkojnë shpesh, na ngarkojnë neve shumicë se muslimanët bënë çështu. Prandaj deshta këtë sqarim që e kemi drejtën si mashkull si femra vendos për fatin tonë. Patjetër. Kaç? Domethënë kjo është. Hosh faleminderit. Shkputemi për pak pauzë për të thyer për pjesën e dytë, pjesën kontaktuese ku ju na bëni pyetje me shkrim e me telefonata për tema rreth temës apo për gjithçka që ju intereson për dhe rreth islamit. Qëndroni me ne.